Ministri i Kulturës dhe Turizmit Blendi Gonxha zhvilloi një takim pune me përfaqësues të École Nationale Supérieure de la Photographie me fokus avancimin e bashkëpunimit me Muzeu Kombëtar të Fotografisë Marubi. Gjatë takimit u diskutua krijimi një partneriteti afatgjatë që synon të sjellë nisma konkrete në fushën e fotografisë dhe edukimit artistik, duke lidhur praktikën bashkëkohore me trashëgiminë kulturore. Në rrjetin social, Ministri Gonxha shkruan: Në fokus të këtij bashkëpunimi është krijimi i një platforme të përbashkët që lidh praktikën bashkëkohore me trashëgiminë, përmes zhvillimit të programeve të rezidencës artistike, ekspozitave të përbashkëta dhe shkëmbimeve akademike, si dhe ngritjes së një laboratori fotografik analog si një hapësirë e re për edukim, kërkim dhe krijimtari, që synon të fuqizojë të rinjt dhe të zgjerojë dimensionin ndërkombëtar të institucionit. Shkolla e lartë kombëtare e fotografisë u themelua në Arems në vitin 1982 dhe është e vetmja shkollë arti në Francë e dedikuar ekskluzivisht fotografisë. Në vitin 1979, Lucien Clergue, Maurice Cordes dhe Alain Desvergnes u bashkuan për të krijuar një institucion të studimeve universitare ku praktika dhe teknikat e fotografisë do të mësoheshin në mënyrë të plotë, duke e zgjeruar gjithashtu qasjen teorike drejt dimensionit më të gjerë kulturor të imazhit dhe fotografisë në përgjithësi. Shkolla Kombëtare e Fotografisë u ndërtua mbi lirinë krijuese, zbulimet dhe autonominë e studentëve të saj. Ajo është një institucion i arsimit të lartë në mbikëqyrjen e Ministrisë së Kulturës së Francës. Ka partneritete me shkolla arti dhe fotografie në mbar botën, si dhe shkëmbimet ndërkombëtare, janë pjesë e pasurisë së jetës së shkollës dhe përbëjnë një mundësi reale për studentët e saj.